votuzve nëse i marrin për bazë ashtu, në të cilën komunë partitë kanë deklaruar që janë duke fitu pa balotazh atë ditës, edhe nuk besoj që është bazë mjaftueshme për hetim penal, bile në fakt me qenë se mediat si institucion jo gazetar individualisht nuk i kanë publikuar exit pollet deri në ora 19:01, Minaj që nuk ka kur gjë aty për me uhetu në fakt farë dë ndërhyrje e cënën pavarësinë e mediave në vlerësimin tem, e mbi gjitha ajo që ka ma shumë të rëndësi është që në fund të ditës exit pollet jo me dojë mos e reflektojnë një situatë reale, pra mjafton me huq në një prej 10-15 shkollave sa zakonisht merren për mosën në komunë edhe del rezultati gabim, pra veç një prej shkollave mjafton me qenë gabim. Okej, mirë, Eugen, me që të kam drejt për drejt, besoj ke bërë analizën edhe për Mitrovicën e Jugut, nuk ka gjasa të shkoj pa... Jo, absolutisht nuk ka shans të shkoj pa balotazh Mitrovica e Jugut, në fakt janë 34 komunat të tjera në mesin e atyre që kanë balotazh tash për tash që munden me pas balotazh, për shembull në komunën në komunën e Tazëm të Deçanit, në rast se partitë e tjera përveç AK-s fitojnë 60% të votave, atëherë i bie që do të ketë balotazh edhe në Deçan. Ngjashëm është Tazëm edhe me komunën e Kamenicës, ku nëse partitë e tjera përveç lëvizjes vendosje marrin mbi 50% të votave, 53% saktësisht, edhe atje do të ketë balotazh. Pra votat e diasporës me trendet aktuale kanë me qenë përcaktuese në të paktën 7 komuna. Në radhë parë a do të ketë balotazh e në disa prej tyre edhe kush do të jetë në balotazh. Mirë, interesante. Gjitha kjo, faleminderit shumë Eugen për këtë ndërhyrje. Faleminderit shumë për ju. Nësi e veçantë për të pas. Shpresojmë që të kemi ndonjë ditë në studio zona e Zotërisë.